Drejtësia e bojkot, populli e borxh, politika e saraje. Politika shqiptare sot nuk po sulmon drejtësinë hapur. Po bën diçka më të rrezikshme. Po e bojkoton, po e banalizon, po përpiqet ta kthejë në një nevojtore publike ku gjithçka përdoret, ndotet dhe më pas shpërfillet. Çdo i akuzuar mbrohet mishe thua. Çdo dosje relativizohet. Çdo hetim etiketohet si politik. Çdo prokuror sulmohet. Çdo gjyqtar kërcënohet. Dhe ndërkohë, politika kërkon të na bijnë se problemi nuk është korrupsioni, por drejtësia që guxon ta prek. Bojkoti i drejtësisë është strategji aksident. Mos u mashtroni, kjo nuk është kaos. Është strategji e qëllimshme. Kur një sistem politik e kupton se nuk e kontrollon më drejtësinë, ai nuk e përmirëson veten. Ai përpiqet ta delegjitimojë drejtësinë. Prandaj, parlamenti kthehet në mburojë imuniteti. Komisionet shtyhen, zvariten, bllokohen. Hetimet sulmohen nga podiumet. Të pandehurit shiten si viktima politike. Drejtësia trajtohet si armike, sepse për herë të parë nuk është nën komand. Nevojtoria publike e politikës. Drejtësia po trajtohet si një vend ku politika hyn sa herë i duhet. E përdor për propagandë, e ndot për interes. Dhe del pa përgjegjësi. Kur drejtësia nuk jep vendime sipas porosisë, quhet e kapur. Kur arreston kundërshtarin, quhet e guximshme. Kur prek pushtetin, quhet armike e demokracisë. Ky është standardi i dyfisht kriminal. Populli hesht për sepse jeton mirë. Na thonë, populli hesht. Po, hesht, por jo sepse është i lumtur. Populli hesht sepse jeton mes borxheve, mes listave në dyqane, mes faturave të papaguara, mes frikës për fundin e muajit. Ndërsa politika jeton mes sarajeve dhe pasurive të pafundme, populli jeton mes shkruajë në listë. Ta jap javën tjetër. S'kam sot. Nga veriu i largët në jug. Nga verilindja në perëndim. Lista e borxheve në markete është institucioni i vetëm funksional i këtij shteti. Kjo është e vërteta. Jo statistikat, jo propagandat, jo fjalimet. Heshtja është pasojë e varfërisë, e pajtimit. Populli nuk hesht sepse është dakord. Hesht sepse është i lodhur, sepse është i frikësuar, sepse është i shtrydhur. Kur njeriu lufton për bukë, nuk ka luksin të luftojë për drejtësi. Dhe këtë politika e di shumë mirë. Prandaj e mban popullin të varfër. Varfëria është mjeti më i mirë i kontrollit. Spak vija e fundit. Sot nuk ka më shumë dilema. Ose je në mbrojtje të drejtësisë, ose je pjesë e shkatërimit të saj. Spak nuk është i përsosur, por është vija e fundit. Kush e sulmon Spakun sot, nuk po mbron demokracinë, po mbron dosjet e veta, miqtë e vet, paratë e veta. Kush hesh sot, nesër nuk ka të drejtë të ankohet. Kë është politikë, është betejë qytetare. Ne nuk po ju kërkojmë heroizma, nuk po ju kërkojmë dhunë, nuk po ju kërkojmë sakrifica, po ju kërkojmë të drejtën tuaj kushtetuese. Të trajtoheni si qytetar, jo si numra, jo si dele, jo si heshtje statistikore. Nëse sot nuk ngriheni për drejtësinë, nesër drejtësia nuk do ngrihet për ju. Se ngrihu se hesht për së ushtirë. Nuk ka më mes, nuk ka më neutralitet, nuk ka më të shohim. O ngrihu sot në mbrojtje të drejtësisë. Ose hesht për gjithmonë dhe prano të jetosh. Në borxh, në frikë, në poshtërim. Sepse kjo është zgjedhja që po na imponohet. Dhe heshtja sot është bashkëfajësi.